mbrojtjes që ai bëri lindave të tij, edhe ato të pangopura në vjedhjen dhe plaçkitjen e fondeve dhe pasurive publike bashkë me Edi Ramën. Për ne, demokratët dhe mbështetësit tanë, pasën vërhorë se ajo është armiku më i egër që shqiptarët kanë patur në histori. Ky ka qenë dhe nuk ndryshon ditën që ai të marrë ndëshkimet e merituara. Edi Rama duhet largohet 1 minutë më parë nga pushteti. Edi Rama nuk ka legjitimitet. Dhe ne jemi të partë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjitimitet zgjedhor. Një qeveri që zhvillon zgjedhjen kushte partije shtet, zhvillon farsë elektorale dhe nuk ka asnjë ditë legjitimitet. E kemi bërë këtë, e kemi sankcionuar këtë, së bashku me vëzhguesit më serioz ndërkombëtar në dokumentat themelore të vlerësimit të zgjedhjeve në Shqipëri, të OSVE-ODIR-it, të Parlamentit Evropian, të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, në raportet përfundimtare të AFET-it për Shqipërinë, por fatmirësisht edhe në raportin IBAR. Është krejtësisht insistimi ynë që bëri që në Shqipëri të vi në mision faktmbledhës Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian me përfaqësues të gjitha grupeve parlamentare dhe të miratoj një raport të tillë, në cilin thot se u zhduk linja midis partisë, institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake. Pra, Edi Rama nuk ka legjitimitet. Edi Rama nuk ka legjitimitet, e kemi theksojmë, se çdo qeveri humbet legjimitetin në rast se ajo vjedh qytetarët e vet dhe mbron vjedhjen, nuk e dënon. Shqipëria është rasti më klasik, Edi Rama është rasti më klasik. Prokuror guximtar sollën në parlament dosjen e Lubi Ballukut, në cilin 60% ishte lidhje Edi Ramës, ku sipas tij pretenca do ishte për 36 vite burg. Burg 36 vite. Dhe ajo sot bën parada. Ajo sot drejton partinë e krimit. Shpërndan medalje kockave mafioze të partisë krimit. Pra, nuk ka legjitimitet asnjë ditë. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështesë me të gjitha mënyrat atë protestë. Duhet ta mbështesë kësaj here pas simbolet e partisë. Le t'jenë rrëfim
sepse është protestë qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protestë. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Kështu është ajo. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështinë e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën Edi Rama protestuesve, duke të shfrytzuar dhe keq interpretuar thirrjet e tyre. Ti quhesh nazist ata, apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit, sepse thonë Shqipëria, rikujtoj një slogan të Mithat Frashit, Shqipëria shqiptarve, është një armiqësi e egër, pa imagjinueshme. Mithat Frashi ishte një burr mendjendritur, një adhetar, por cili do që njeh Mithat Frashin dhe përpjekjet e tij për këtë vend, ai nuk ka patur atë si motiv ksenofobie, as dhe paralelizëm me thirrjen e Hitlerit për gjermanët që ky vend është vetëm i juaj. Jo, a e pa se Shqipëria po shtrojnë koloni të Serbisë, e pa se Partinë Komuniste në Shqipëri e themeloi Beogradi. Kjo ishte esenca e asaj parulli që përdori për partinë e tij. Ai ishte një luftar kundër nazizmit. Ndaj dhe këto janë tek Edi Rama zgjohen atavizmat e etërve të tij për armikun e brendshëm dhe flet gjëra të cilat janë të denueshme. Kështu që u ndala në këtë, asnjëherë gjethet nuk duhet të pengojnë njeriu të shoh trungu. Trungu i kësaj lëvizje madhështore është rinor qytetar. Disa slogane të opozitës, vegën e qeverisë janë klithma mjerane. Klithma mjerane. As i shumëzoni me zero. I shumëzoni me zero. Më kujtojnë fjalën e Denis Rousseau, të filozofit iluminist francez, Diderot, që thot diku, i shemblën mizës që ka hyrë diku tek bulli dhe mendon se tërheq karrocën. Aty bulli është populli. Janë qytetarë, janë të rinj shqiptarë, janë ata të cilët kanë kërkesat më të drejta që i ka paraqit kushto një herë, më thonë, largimin e Edi Ramës. Edi Rama është një armik i egër, është një barbar i mjedisit në Shqipëri dhe i trashëgimisë kulturore. Nuk ka patur Shqipëria një të tillë. Kur? Është i shkatrimtar i trashëgimisë kulturore dhe i mjedisit. Nuk ekziston në histori, nuk regjistrohet kundë histori një i dytë.
Tani, me qenë se do nalem pak në këtë çështje, kërkoj mirë kuptimin tuaj, dhe pse do ndalem? Jo vetëm për lajmet e rreme dhe trillimet që përpiqen të përhapin për qëndrimet e Partisë Demokratike ndaj mjedisit, por parazitash për të faktur se kjo parti ka qenë kundërshtarja me vendosur e të gjitha ligjeve anti-mjedis, anti-trashëgimi kulturore të miratura nga Edi Rama. Kjo parti, kur erdhi në pushtet në 2005, gjeti 3%, 3-4% zonat mbrojtura. Në vlerësim të tyre, rriti sipërfaqe në 17-18%. Në vlerësim të tyre. Vendosi kuadrin ligjor më të fortë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Dhe gjatë periudhës të pushtet, ajo bëri, miratoi ligjet më të mira. Neroni i trashëgimisë kulturore dhe mjedisit erdhi, i rrëzoi një nga një ato, i ndryshoi një nga një ato. Tani, unë do të rikujtoj qytetarë shqiptar mbi qëndrimet tona gjatë viteve në opozit. Gjatë viteve në opozit. Do fillojmë me ligjin special për dhënien me koncesion të Butrintit. Butrinti në periudhën qeverisim ne ishte një zonë 9.200 hektar. Absolutisht asnjë ndërtim i ri në atë periudhë nuk është lejuar. Dhe ka ndodhur, ja u them unë, isha shumë mirënjohës Lordit Rothschild dhe Lordit Salisbury për fondacionin që krijuan për promovimin e tij, për fshirjen e tij si pasuri botërore në UNESCO, për ndodhi njerë zgjurum rrugën Sarand Butrin. Dhe ata dhe fondacioni më shkrojti mua një letër të gjatë ku kërkoj çdo sqarim pse u prek mjedisi aq sa prekte zgjerimi rrugës. Dhe natyrisht ishte siguria e jetës qytetarëve që prevalonte, shmangja e aksidenteve që e bëri domosdoshëm. Kurse ligji special, çfarë bëri ligji special ta dini ju? Bëri atë që deshi Edi Rama. Ligji special për Butrintin ishte goditja me ram e një parku, se ne kemi të lehtë të flasim, të bëjmë krahasime, unë nuk mund të them se është më i bukur në botë, por unë besoj se nuk mund të ketë një park të dytë si ai për ata që e njohin. Dhe tani, për ta glabruar, duhet të ndaje njëherë pjesën e qytetit arkeologjike në pjesën e natyrës. Të dyja kishin të njëjtën madhështi, të njëjtën pasuri për ne dhe për ata që vinë pas. Do ndashin këto që të ndërtohej gjiri i manastirit, të kape gjiri i manastirit njën nga qeveria, dhe të ofroheshin zonat të tjera. Por më keq shumë, ligji
i hiqte pushtetit, shtetit, përgjegjësinë për mbrojtjen e pasurisë.